më emocional. 15 ditë në grevë dhe për 15 ditë rresht keni treguar pa përgjegjësi. I keni lënë ta punojnë rrugëve me paga skandaloze dhe vetë merrni qindra mira në muaj. Nuk do të dorëzohemi përballë kësaj padrejtësie. Në aftotarët kërkojnë digniteti që u takon. Këtu do të na keni, do të luftojmë në çdo lloj mjeti derisa të marrim atë që ne meritojmë. Është e vërteta ajo që na mban edhe më të motivuar. Nuk kemi për të dorëzuar. Ajo që kërkojmë është diçka që meritojnë të gjithë ata çuna që janë këtu. Nuk do të ishin këtu nëse nuk do të kishte padrejtësi nga ana juaj. Por ju keni treguar padrejtësi për të gjithë punojësit. I keni ndarë ata në disa të preferuar dhe disa jo. Keni bërë paga preferenciale duke paguar punojësit e fushës në 500, 600 apo 700 euro dhe zotria juaj merr dhe 100.000 euro apo edhe më shumë. Ajo që kemi kërkuar është paga e një kinezi për 400 shqiptar. Ju po bëni diskriminim për çështje të rria këtu. E gjithë paga e një kinezi për një vit kemi kërkuar ne për 400 punojës që janë këtu në fushë. Ka gjë shëritja që kërkojmë ne. Nuk është çështje paraje. Këtu është çështje intimitimi, presioni dhe nënshtrimi. U keni vënë lakun e varfërisë këtu e djallë këtu në fut, që këta të mos dalin, mos reagojnë, ku një ditë pune nga paga mujore u ndikon aty në ekonomi familjare. Mos mbajnë do të shpirë, janë kry familjar. Mos pagojnë do të kreditin që radhën dhe familje dhe shkollë. Kështu i keni këthyrë. Ma dje dhe presionat ja bëni, ne do t'ju mbaj pagën, do t'ju mbaj ditën e punës, si do të bëni ju pa ditën e punës, si do të ashtuni muajnë. Kështu i keni këtë andisur në aftotarët. Këta nuk e meritojnë këtë gjë. Nuk kemi për të dorëzuar. Nuk kemi për të dorëzuar për bërë intimidion dhe presione që ju bëni. Keni ngritur firma në kontraktore dhe i ndroni ato çdo vit. I mbani punojësit me firma në kontraktore me presionin e kontratës një vjeçare. Do rish këtu se mbaron kontrata dhe ajo nuk ka për të rinovuar nëse ti nuk re këtu. Dhe me këtë lloj presioni ti mban të intimiduar ata që janë në kontraktor, mban të intimiduar edhe ata që janë këtu. Sepse u bën presion. Ata nëse ngrihen nuk rinovojnë kontratën dhe këta nëse ngrihen zëdhësohen në të tjerë. Siç e zëdhësove kundra ligjit nxore në punë, vend të punës të tyre djemve që janë këtu, djem të tjerë atje. Sepse i ke vënë për bandë njëri tjetrit. I ke lënë në kufirin e varfërisë, nuk i vënë për bandë njëri tjetrit. Ma dje dhe ti më do zotria juaj. U çona mesazhe. Paraqit e zëre shefit, pavarësisht burokracisë shtetërore që këtu me zi lëviz dhe shteti, por ne do të denonцojmë të gjitha skandalet një nga një. Një nga një të gjitha. Qindra mira euro mini ju, kurse punojnë që të rinë këtu në varfëri. Këta punojnë 24 orë në ditë punojnë në burimi Marinzës. 24 orë pa ndalur as një minutë. Për 365 ditë të ditë. Nuk ka rëndësi nëse pjeshim, nëse shtortë, nëse vapash. Ka kushte të rënduara mjedisore në mjedisin ku këta punojnë. Ka aromë, hidrokarburesh, kimikadesh, makineri të rënda që punojnë aty. Të gjitha vështirësitë që paraqet industria dhe ju i lini ka jashtë në shirë të fatit. Në shirë të fatit se keni shirë dhe i tani. Keni parë, keni përçarë, keni intimiduar, keni komprometuar gjithandej dhe vazhdojnë të bëni, por ne nuk do të dorëzohemi. Sepse ne jemi me të vërtetën, prandaj jemi dhe këtu. Nuk do të dorëzohemi derisa vërteta të balë shosh. Edhe ju e dini të vërtetën. Të gjithë e dini të vërtetën këtu. Edhe shtetet dini të vërtetën. Edhe qytetarët dini të vërtetën. Të gjithë e dini të vërtetën dhe kemi hestur përballë kësaj. Por nuk do të dorëzohemi për ato prapë. E vërteta është për ne dhe ne jemi me të drejtën. Kërkojmë atë që na takon dhe ta marrim me çdo lloj kushti. Në aftotarët nuk janë për lëmosh. Ata mbajnë peshë më të madhe ekonomisë të këtij vendi. Ne do të jenë këtu me dignitetin që takon. Kemi dalë për dignitetin që na takon. Për pagat dinjitose, për familjen tonë, për të gjithë ne. Nuk do të dorëzohemi për ta thënë prapë. Jemi sot në ditën e 15 të grevës dhe kemi një papërgjegjësi totale nga kompania. Si e shikoni, shumë punonjës janë këtu në mbështetje të grevës, ne kanë dalë në grevë, kanë përzaluar punën. Ajo që ne kërkojmë është që aftotarët të trajtohen me dinjitet.
stop diskriminimit të naftëtarëve dhe stop pagave diskriminuese. Kemi kërkuar rishikimin e fondeve të pagave dhe shpërndarjen e këtij për punonësit që marrin paga të ulta. Po dy pyetësh ka punonësit që këtu vazhdojnë marrin 500, 600, 700 apo 800 euro. Ndërkohë, punonësit kinez apo shtetas të tjerë këtu marrin deri në qindra mijëra. Kemi parë që çfarë ka ndalë në korrigjime, që një punonjës tu paguhet rreth 800.000 euro në vit apo më shumë 850.000 apo 1 milion euro. Ajo është shuma që ne kërkojmë për 400 veta. Që kjo shumë të shpërndahet për 400 veta dhe të krijohet një standard për të gjithë punonjësit. Të mos intimidohen, të mos mbahen në presion dhe të mos krijohen këtu firma nën kontraktore të cilat bëjnë presion të dyja palët. Dhe nën kontraktorët janë në presion sepse janë me kontrata një vjeçare dhe në fund të kontratës ai thotë, nëse ti ngrihesh, unë nuk të rinovoj kontratën. Edhe punonjësve të vetë shoqërisë bankës u bën presion që nëse ti del në grevë siç dhe dolëm, unë të zvendçoj ty vendin e punës me nën kontraktorët. Pristet më shumë pjesëmarrje sot? Pjesëmarrja është e kënaqshme, janë të gjithë çunat të cilët janë trajtuar pa dinjitet dhe kërkojnë të vërtetën e tyre. Gjithmonë ka intimidime, gjithmonë ka probleme dhe njerëzit janë në probleme ekonomike dhe financiare. Këta ju ka vënë lakun e përfërisë në fyt, që këta njerëz të mos dalin, të mos kenë guxim, që mos kenë guxim që të gjithë ju që jeni këtu, gjithë gazetarët, shoqëria publike, shteti, që të gjithë duhet të reagojnë përballë këtyre padrejtësive. E dim të gjithë të vërtetën. E vërteta është në secilin e mendjes, në çdo mendjen e neve këtu edhe të shtetit, por nuk reagojnë. Nuk reagojnë, nuk di ta gjejnë ata pse nuk reagojnë. Grevistët kanë pohuar se do të denoncojnë edhe abuzime të kompanisë. A do ndodh kjo ditë ndjenjë? Çdo lloj problemi që ne do të hasim, të konstatojmë në fushë marinës, do të bëhet publike për gjithë. Qofshin këto problemet që kompania shkakton, qofshin këto lidhjet nepotike që këta kanë me institucionet, të gjitha institucionet e varësisë të shtetit këtu kanë lidhje nepotike me bankersin, të gjitha këto të bëhen publike, të denoncohen. Të denoncohen, ndryshe nuk ka kthim mbrapa, sepse ne po kërkojmë dinjitet për të naftëtarët, ata tregojnë pabërgjeshmëri dhe çdo lloj pabërgjeshmërie do denoncohet derisa këtu të ketë një marrëveshje që punonësit të marrin atë që u takon. Çfarë familje është kjo? Ca të varfër e ca të pasur. Pasuria jon ku shkon? Nuk është e këta burra, jo. Këta burra tashi janë konkurrent për ju me njëri tjetrin. Këta duhet luftojnë për ato thërrime që hidhni ju. Ku janë ata burra që thoshin jemi me ju, por nuk përshtatemi dot. Ku janë ata burra që thoshin duam sindikat, por nuk dalim dot hapur sepse na heqin nga puna. Na ulin në detyrë, na ulin rrogën. Ku janë ata burra që kishin dinjitet? U zhveshën nga dinjiteti. Ju kisha paralajmëruar, këta po ju zhvesin nga digniteti, nuk e besuat, më quat në gjyq, vazhdoni, digniteti s'më rëndësishëm edhe se burgu, jo puna juaj, nuk keni ma asë vlerë, keni varfëruar të vend, keni varfëruar atë rajon, keni varfëruar këta njerëz, i keni kthyer të tërë në sklavër, nuk ka sklavërin 2025-ën, nuk jemi në ato epoka më, këta njerëz janë bashkë dhe kanë kryqëzuar duart. Nuk punojnë më për ju. Si e zgjidhët ju punën, çfarë bëhet ju që mbajtët fushën gjallë? I morët njerëzit, i hoqit ato jakat e bardha që kishin marrë me detyrë dhe i veshët përsëri kominoshet. Ku vajti shtetit i inspektonte këta njerëz, ishin adapt për atë punë apo jo. Ai shtet i mbylli syt sepse i kishte duart e lidhura me implikimet që kanë, me punësimet që kanë të familjarëve të ju. Ju e ka thënë më parë dhe ju e thënë për... Dorëzohemi vlla, jemi në kauzën tonë dhe drejtën tonë, nuk dorëzohemi. Duam atë që meritojmë. Jemi për një kauzë të gjithë, jemi për të drejtën tonë. Faleminderit. Më të vjetër, jemi këtu sot për vallëzoreve të bankers në pankartën dinjitet për naftëtarë. Ende asnjë reagim. Po nuk është se ne nuk e prisnin një gjatë të tillë, po nuk menduam që do vinte deri këtu. Këta e din, po këta din ç'a din këta, po edhe me dinjitetin dhe me kurajon, edhe me djersën tonë, ne nuk do t'i lëmë që këta të argëtojnë, se këta nuk është se po vuajnë. Këta argëtojnë edhe kur ne vuajnë. Kanë dalë në fushë, kanë bërë presion punëtore, u kanë vajtur në përshpira, u kanë gjetur adresën ku punojnë gratë, burrat, edhe është zinxhiri i tërë i korrupsionit, se nuk e ka bërë vetëm 2 veta korrupsionin këtu. Ka dhe këtu mbrapa nga këta, edhe nga të tanët. Edhe prap neve nuk kemi patur asgjë me shqiptarët, nuk kemi thënë të reflektojnë. Ata nuk duan të reflektojnë. Tash turpi do t'u ngelet atyre, nëse kanë turp, nëse kanë nder me veten, nëse kanë fëmijë për të rritur në këtë vend.
Ata duhet të reflektojnë. Që nuk ka asnjë reagim nga institucionet shtetërore, i kënduarit edhe kryeministrit edhe ambasadorit të Bashkimit Evropian Gonzato, mendoni se mund të shuhet protesta në opozicione? Po neve ajo mund të ndaloj, po jo të dështoj. Ne mund të ndaloj për të riorganizuar prapë. Nuk dështon me kjo. Kjo u formua, kjo është qeli tashti. Nuk shuhet me kjo. Ne do lullëzojmë, do ecim si sindikat, si këshill, si punëtor. Ata e thyen frikën. Këtu ka patër shumë vështirësi të vinim deri këtu. Tashi që erdhëm deri në këtë pikë, nuk kemi me frikë. S'kan frikë me punëtorët. S'kan frikë me. Ne po na vret gjithë kohën, siç na ka vrarë, po na vret vetëm nepotizmi. Këtu ka njerëz pa meritokraci që kanë këpa pozicionet larta dhe sulmojnë ata poshtë. Lidhjet familjare, performancat të poshtra, të ndyra, të ulta. Edhe është pleksur ky nivel i ult i shoqërisë që ka arritur lart. Kjo është fatkeqësi. Digniteti kombëtar, këtu ka humbur çdo vlerë, me para këta po blejnë çdo gjë. Nuk duhet të vazhdojmë më kështu. Qofse kjo vazhdon për akoma më gjatë, këtu do të shpërbëhet Shqipëria, do ta mbushin me emigrantë. Këta njerëz janë më të lirë se emigrantët. Pse sjellin emigrantët? Këta janë më të kualifikuar, i kanë të gjitha atributet që i duhen këtij vendi. Ata i shtypin, i ndjekin. Sepse këta investitorë të huaj duhet të vinë të sillin zhvillim, këta po sillin vetëm njerim. Kanë miruar zonën aty. Këta njerëz që kanë toka të paguajnë në qeran, tani s'po marrin më qera. Njerëzit që punësoheshin lokal, tani nuk punësohen më. Tani edhe kur punësohen me rroga më minimale, që ata mos e vazhdojnë dot fundin e muajit. Ata duan të jenë këtu, por nuk kanë para më që të vinë. E kanë fundin e muajit, në fund të muajit ata nuk kanë më asgjë për të ushqyer fëmijët e tyre. Prandaj këtu duhet një reagim popullor. Luksos që kanë dalë nga djersa jonë. Tur t'u vi. Tur t'u vi. Tur t'u vi. Ne nuk do të ndalemi. E dim që keni bërë presion punëtorëve. E dini që u keni gjetur adresat e familjarëve ku punojnë. E dim, ne nuk do ndalemi. Juve mund të prisni pak hovin. Të me thirrje familjarëve tyre. Do t'i shkojnë drejt Tiranës. Do t'i shkojnë drejt Tiranës dhe do ngujohemi atje ku është qendra e korrupsionit, para kryeministrisë. Nuk do ndalemi, ta harroni intimidimet, friksimet e punëtorëve, ta harroni Manjini Surratin kush jam. E dini mirë dhe karakterin që kam. Këtu do jemi, këtu do ndalojmë vetëm për të drejtat tona. Ju falemnderit gjithë dhe juve. Shumë ju falemnderit.